Vatra e zjarrit në parkun kombëtar të Lurës vijon të mbetet aktive pavarësisht ndërhyrjes prej 2 ditësh të forcave të shumta në terren. Rreth 200 efektiv të bashkisë emergjencave civile dhe shërbimeve zjarfikse, 40 ushtar të batalionit të mbështetjes si dhe 2 avion dhe 2 helikopter janë angazhuar për shuarjen e flakëve. Terreni i vështirë dhe era kanë favorizuar përhapjen e zjarrit në sipërfaqe të mëdha me pisha dhe bredha. Vatra e nisur në Bori e Lurës përhapur në drejtim të gjegjishtimit dhe fush Lurës, duke avancuar drejt pllajave të Lan Lurës. Në Mallakastër situata paraqitet më e nxehtë në Drenje dhe Gjinoqar. Në Drenje zjarri është shuar dhe zona po monitorohet për të parandaluar reaktivizimin, ndërsa në Gjinoqar ka mbetur një vatër në një grop e cila raportohet në drejtim të shuarjes. Ndërkohë në ekonominë pyjore Lofkën Graçie vijon operacione për izolimin e perimetrit të zjarrit me pjesëmarrjen e forcave të armatosura, policisë bashkiake, punonjësve të shërbimeve publike dhe strukturave zjarfikse. Vatra aktive raportohen edhe në qarkun e Shkodrës. Situata më problematike është në vaun e Dejës në aksin drejt Komanit, ku ndërhyrja e rreth 30 zjarfiksve dhe forcave të tjera ka bërë të mundur izolimin e zjarrit dhe mbrojtjen e banesave dhe linjës së transmetimit. Megjithatë, një vatër vijon të jetë aktive. Ndërhyrje është kryer edhe në fshatin Ktosh të Grizhës në Malsinë e Madhe, ku banorët u janë bashkuar forcave në terren për të larguar rrezikun nga banesat. Vatra janë raportuar gjithashtu edhe në Koplik, Bajs dhe në territorin e bashkisë Shkodër. Në Mirdit operacioni vijon në zonën Perlat e Troj, ku zjarri është përhapur në pyje me dushk, kullota dhe ferra në një sipërfaqe prej rreth 30 hektarësh. Në terren janë angazhuar mjetet të forcave të armatosura dhe të bashkive Burrele Mirdit. Ndërkohë një tjetër zjarr vijon në masivin pyjor të Lugaxhiut në njësinë administrative Labinot Malta Elbasanit. Flakët të konstatuara rreth orës 13 po përparojnë drejt zonës së banuar, ndërsa zjarfiksit, emergjenca civile dhe banorët po punojnë për izolimin e tyre. Deri tani nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa forcat në terren vijojnë operacionet për shuarjen e zjarreve, izolimin e vatrave dhe parandalimin e përhapjes së tyre drejt zonave të banuara.